Ju përshëndes të gjithëve, në fakt sot vi si përfaqësues i grupeve shoqata verinore, në fakt nga ku e kam marrë dhe ftesën. Në 2014-ën reformën territoriale administrative e sakatosën, ndërsa sot po flasim se çfarë ngjyre do t'i vëmë karrocës. Kjo është tipikja e asaj që po ndodh. Parimi i subsidiaritetit nuk kupton që të shkojë shërbimi tek vetë qytetarët të cilët janë në zonat më periferike. U premtua në 2014 që nuk do quheshin më fshatar, po do quheshin qytetar pas ndryshimit, por përsëri, për sa i përket shërbimeve të munguara, një qytetar i Pogradecit, i Mokrës, një qytetar i Devollit, një qytetar i Kolonjës, i Maliqit, të gjithë sot janë të pabarabartë në marrjen e shërbimeve. Detyrohen për të marrë një shërbim administrativ të zbresin në Bashkinë Qendër, jo në njësitë administrative në shumicën e rasteve, sepse nuk ofrohet ky shërbim. Nga ana tjetër, detyrohen të shkojnë edhe në institucione të tjera të linjës. E ka një shprehje shumë bukur e kryetarioni i Pogradecit, peshku në Pogradec, ndërsa drejtoria në Korçë, ndërsa tani shpresoj që do zoti mos bëhet Pogradec dhe kryetari në Korçë, se dhe mund të ndodhi, sipas kësaj, por duhet gjykohet. Unë e kuptoj që sot e gjithë salla është mbushur nga dy mekanizmat, mekanizmat e opozitës nga njëra anë dhe mekanizmat e pushtetit. Qytetarët janë jashtë. Nëse doni të flisni për sa i përket reformave, është mirë të paktën gjysmë të keqes që reforma është politike, po të paktën dëgjoni mendimin real të qytetarëve. Të paktën në seancat e radhës se nuk i njoh shumë mirë unë, i njoh se prandaj punoj këtu. Punoj, i shoh, mos u prekni kaq shumë, s'është problem. Për të vazhduar më tej, do të doja padyshim që të shihej eficienca e administratës, jo numri i bashkive. Nëse do të rritej eficienca e administratës, ne do të shihnim që do të kishim më shumë produktivitet. Por po ndodh e kundërta. Numrat janë rritur, administratat mund të shohim nga 2013 dhe në vazhdim janë 2 fishuar, 3 fishuar, ndërsa koha administrative për të marrë një shërbim po ashtu është 2 fishuar dhe 3 fishuar. Popullsia nga ana tjetër është ulur, ju e thatë, por duhet të theksoj edhe nga u gjet armiku, pak në ditën e dieshme, popullsia është larguar nga rrjetet sociale, nga media, kështu që të gjejmë një armik tjetër që mos e fragmentizojmë për të ndarë si tort qarkun në zona influence dhe zona votash, si majtas dhe djathtas. Nuk na intereson fare pjesa politike, na intereson pjesa qytetare dhe pjesa e marrjes shërbimeve. Faleminderit. Faleminderit.